2 vjeç e gjysmë. 2 vjeç e gjysmë binjakët e tu. Po. Dhe që ta them unë dhe për teleshikuesit që sot janë 24 vjeç. Po, patjetër. edhe jetojnë edhe janë shumë mirë. Po. I mbajti gjallë vetëm dashuria e nanës apo ja? Patjetër, kur ajo forca të mësuarit, të lexuarit pafund, të mbledhur gjithë bagazhet të njohurive të nevojshme që duheshin në çdo aspekt të jetës. Dhe thash, në fund fare, në datën 30 dhjetor, unë jam kthyer në shtëpi me të 2 binjakët, pavarësisht se njëri akoma kishte atë sondën të vendosur në hunë sepse ja injektonim ilaçin nëpërmjet sondës si kishte. Por që prej atij momenti pastaj ne i shkëputëm marrëdhëniet me spitalin, ishim vetëm thjesht pacient ose mund të themi klient ambulator, pra shkohet një herë në vit për të bërë check-upin komplet, pastaj shkohet çdo 3 muaj për të marrë medikamentet, dhe kjo është ajo pjesa që na lidh me një diagnozë HIV, që njerëzit të duket është vetëm 30 sekonda marrëdhënie me si themi me smundjen, që duhet marrësh atë tabletën në mbrëmje, dhe pjesa tjetër e jeton jetën në mënyrën se ti do dhe si do. Ky është apo jo një lajm i mirë që mbas kaq shumë vitesh, më në fund janë krijuar ilaçe të cilat japin mundësi pacientit të prekurit që të mbjetojë, që madje përkundër të jetojë dhe të ketë një jetë me cilësi shumë të mirë, sepse dikur ajo është konsideruar si një sëmundje e pakurueshme përpara të cilës duhet të hidhje armët, dhe mbase kështu mundet të ekzistojë edhe në opinion, por përkundrazi për 20 vjetësh apo jo? Jo, ka filluar që në 89 të medikamentet. Po ju ka thënë që për 20 vjetësh ju mbjetoni përkundrazi me një cilësi shumë të mirë jetese dhe me fëmijë të cilët studiojnë, diplomohen, shkëlqejnë rrugën që kanë zgjedhur. Patjetër që po. Dhe kjo është një nga arritjet më të mëdha të shkencës, në kuptimin e ka studiuar deri në detaje, dhe sot ne kemi terapi të avancuara kur nuk marrin më tableta siç përdorim ne aktualisht në Shqipëri, por përdorin injektime, pra një herë në muaj ose një herë në 3 muaj apo një herë në 6 muaj, varet nga avancimi që kanë shtetet të ndryshme. Pra bën vetëm një injeksion dhe nuk ke nevojë që të marrësh terapinë ditore. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm në pjesën e trajtimit dhe të avancimit që shkenca ka bërë për trajtimin e diagnozës së HIV-it. Dhe me kalimin e viteve, kjo nënë e cila luftoi për fëmijët e saj u bë pastaj edhe një lidere, pasi një udhëheqëse, pasi ju jeni kryetare e shoqatës së personave të cilët bashkëtojnë me HIV/AIDS apo jo. Dhe jeni frymëzim po mbi të gjitha ndihmë, informacion, orientim për gjithë të tjerët të cilët janë të prekur. Si një gjithë shkallët, si u krijua kjo shoqatë dhe si e more përsipër që ashtu siç drejtove fëmijët e tu dhe i nxore nga vdekja në jetë, të ndihmosh edhe të tjerët.